këtu në mbrëmë dhe mirë se keni ardhur për ndeshjen e Kampionatit Superligës së Kosovës në basketbol, ku do të përballen skuadra APS dhe ekipi I Rahovecit. Për mysafirët, sonë të paraqiten këta basketbollistë. Me numër 35, kapiteni Bardh Rezha. Me numër 0, Julian Rok. Me numër 1, Kentrell Bullian. Me numër 2, Eliot Peci. Me numër 3, Albin Berisha. Me numër 4, Philip Weeks. Me numër 7, Fisnik Rugova. Me numër 8, Isaiah Unike. Me numër 11, Adis Burguti. Me numër 12, Bisar Ejupi. Me numër 24, Kujtim Ujkani. Dhe me numër 30, Gjemelio Gjoz. Trajner I skuadrës Rahovecit Bujar Loci. Skuadra PS, sonë të paraqitet me këta lojtar. Me numër 11, kapiteni Dardan Berisha. Me numër 2, Deguan Morris. Me numër 4, Musab Moala. Me numër 5, Taj Green. Me numër 7, Cesar Edwards. Me numër 9, Arti Hajdari. Me numër 10, Jordan Johnson. Me numër 13, Malcolm Armstrong. Me numër 23, Jon Hoxha. Me numër 32, Alan Hendon. Dhe me numër 66, Sokol Nila. Trajner I skuadrës Greg Gibson. Ndeshjen e sotme drejtojnë gjyqtarët Amar Gjeković, Arjan Faqi dhe Arjan Kera. Një zgjidhje të ngritjen në këmbë për ta respektuar himnin e Republikës së Kosovës.
Informatë ndëruar shikuesi ju adhurues të basketbollit, po vazhdojmë me ndeshjet e Prokredit Superligës. Jemi direkt nga Karagaqi me dueli ndërmjet Go Plus Peas dhe Ravesit 0-29 në njërin anë Pea që nuk di për humbje, në anën tjetër skuadra e Ravesit 0-29. Ta ndjekim fillimisht timin kombëtar. Pra isha duke thënë në njërën anë Pea që nuk di për humbje, në anën tjetër skuadra e Ravesit 0-29 që pavarësisht paraqitjeve mjaft të mira edhe më tej nuk ka arritur të marrë fitoren. Vreshtarët që këtë edicion debutuan në Super League së fundmi në radhët e veta. E kanë shtuar edhe një lojtar, ishte pikërisht trajneri Bujar Loci, cilin po e shohim edhe në plan të parë, ai që edhe në gjatë njërës nga intervistat e kishte potencuar që banka është e varfër e skuadrës dhe kjo po ndikon që nuk po arrin në fund të marrin fitoret. Ndërsa tani me skuadrën është bashkuar edhe Julian Roche. Qendra kanadeze 2-12 starton përballja. Shohim në fushë tek Pea, Berisha, Herndon, Mala, Johnson dhe Green. Vjen me njerë një tentim por jo edhe pikët nga Pejanët, teksa në anën tjetër tek Rahoveci është Rugova, Regja, Umipig. Vjen tentimi. Ishte Wikis ai që tentoj nga gjysmë distanca, asaj nuk arriti të realizon. Sa Passion tek Ravesi e kompleton edhe Kentrell Pullian. Shohim a do të arrijë Ravesi të e marrë fitoren e parë këtu në Karagaq, apo Pea do të vazhdojnë me paraqitje të mira. Që dim javën e kaluar pati një punë të vështirë skuadra e Peas kundër Borës në ndeshjen që u zhvillua në minatori në Mitrovice, po mbrojtjen e mirë të Fisnik Rugovës që do të shkon vetë deri në fund për të i realizuar pikët e para në ndeshje. Mbrojtja e mirë, më pas edhe kundër sulmi i Rugovës. Tashmë është ball edhe njëherë Fisnik Rugova. Topi përfundon në duart e tij, nuk treguan të vëmendshëm Pejanët në këto minutat e para. Fisnik Rugova gjuan për 3, nuk është i sakt. Se Green ai që mori top. Johnson. Jordan Johnson. Nuk arriti Herndon ta pranon atë pasim. Përfundon jashtë edhe një tjetër top i humbur i skuadrës Go Plus Peas që e nisë ndeshjen me 3 topa të humbur në këto 2 minutat e para. Umipig me të vërtet fenomenal është Umipig që po luan mesatare për 26.5 pikëve për ndeshje. Mala, mbrojtje e mire, Aizia Umipig nuk ja lejon pikët, ja heqat top nga duart. Do të vazhdon të takon topi skuadrës verdhëzi. Jordan Johnson tek Green. Dardan Berisha gjuan për 3, nuk është i sakt as Green.
nuk arriti të e përmirëson. Bardregja. Fendovin të Pullian, do gjuan për 3. Shkurtër mbetet kjo gjuajtje e Cantrell Pullian. Në anën tjetër Jordan Johnson. Faul i Bardregjës, topi do t'jetë anash. Jordan Johnson. Gjuan për 3 pikë realizon. Jordan Johnson merë përgjësin vetë për një treshe në këto momente. Regja në anën tjetër për të përgjigjur, nuk është Isak Herndon. Top. Jordan Johnson edhe njerë ndalët airball i ti. Unë gut kësaj radhe. Jordan Johnson që tentoj me gjas momentumin të e vazhdon pas asaj treshe që e realizoj parabrakisht. Umi pik. Te Ajzia Umi pik. Regja te Krugova. Pullian. Pullian dhe gjuan edhe një herë. Edhe kësaj radhe mbetet e shkurtër gjuajtja. Në anën tjetër Musab Mala, gjuan për 3 pik. Realizon time out i kërkuar me një herë nga trajneri Bujar Ljoci. Pas tresheve të pejës e nisi Raveci më mirë me atë kundërsulm fillimisht, por nuk arriti të i shfrytëzon gabimet e pejanëve, të cilët i patën 3 topa të humbur. Ndërsa në vazhdim 2 treshe erdhen nga vendasit për startin prej 6-2. Kthehemi me njerë pas timeoutit. Shojmë ato të rinë tani të përgjigjet skuadra e Raveci 0-29, që ka mbetur edhe mëtej në ato 2 pikët. Në lojë është edhe Julian Voshe që shkande në fund e i realizoi me njëherë pikët e ti të para në sekundat e para të ti tek skuadra. Simi i gabuar i Musab Malës, topi përfundon jashtë. Umi pik. Ajzia Umi pik. Tek Rugova nuk rezikoj të pason aty tek Bardregja, topi vjedhur. Jordan Johnson bukur tek Green, por e hum Green as pak në element sonte. Pullian ndalet, thën tek Rugova. Bukur kërkoja top në nënkosh. Rushe që barazon rezultatin me 4 pikë eksprese. Johnson të Herndon. Gjuajti për 3 pikë edhe Herndon, por nuk arriti të realizon. E në anën tjetër edhe njerë është i saktë në kundërsulm. Roshe që përmbys rezultatin, me gjithatë për kujdeset Dardan Berisha për të përgjigjur
me treshe. 9-8 rezultati. Dalet me personale. Pullian Herndon është ai që ka shkaktuar faull, teksa përgatitet futet në lojë tek Raveci. Visare Jupi do të ulet Vardrexha. Edwards në lojë tek Pea. Green ulet. 2 topa të humbur të Green në këto minutat e para të kësaj përballje. Sa i ka marrë edhe 2 kërcime. E realizojnë gjuajtjen e lirë. Pullian për të barazuar rezultatin në 9-9. Në të dytën nuk është i sakt. Mala tek Herndon. Dardan Berisha për një tjetër treshe kësaj radhe nuk është i sakt. Edwards me i larti në kërcim, asaj nuk arriti të e përmirëson në kësh. Homi pik e Jupit tek Roshe, i cili e humb topin. Mbrojtje e mire Edwards në kundërsolm. Jordan Johnson nuk realizoi, gjithsesi edhe një në vendin e duhur është Edwards, i cili me gjithatë pason gabim. E humba top, zëvendësim tek Pea. Arti Ajdari në lojë në vend të Dardan Berishës. Mala. Dhe topin të Johnson. Edhe njerë Musa Mala. Edwards i lirë. Zhjith shkan deri në fund. Edwards realizon për 11-9, 3 minuta e 17 sekunda deri në përfundim të çerikut të parë. Homi pik e Jupi tek Rugova. Gjuan për 3 pik Fisnik. Rugova nuk ka rriti të qëllon, por është aty Pullian e mori kërcimin edhe një herë. Fantastik kanadezi Julian Roshe realizoi, unë dalë edhe me personale, do t'jetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë. Për forcimi më i ri i skuadrës së Ravecit. Tashmë po luan me 8 pikë, 4-4 është nga loja, ndërsa do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Kthehet Green, ulet Herndon tek ekipi Pejan. Nuk e qëllon gjuajtjen e lirë, më i larti në kërcim është Edwards. Johnson deri në fund. Jordan Johnson realizon. Ndërsa ndalet edhe me faull. Është Jones ai që ka shkaktuar faull. Edhe një gjuajtje e lirë do t'jetë për Jordan Johnson, po e shohim edhe njerë në çfarë mënyre lëshoi top. E realizon edhe gjuajtjen e lirë për 14-11. Homi pik tek Rugova. Shkon ai top tek Roshe, që nuk din të gabon. 5-5 nga loja
10 pikë të kanadezit, i cili po e mban në lojë Ravesin 14-13, e nga 13 pikët 10 i ka realizuar Julian Roche. Teksa Jones e shohim të nervëzuar, ka shkaktuar faul. Do t'ullet Jones. Është personalja e dytë e tij dhe zëvendësohet Jones. Mala tek Jordan Johnson. Sa mala. Jordan Johnson edhe njerë gjuan për 3 pikë, edhe njerë i sakt. Pika e 9 të Jordan Johnson në disponim të mirë për lojë edhe ai sonte. Sa shohim lojën 1-1 të Roche me Edwards. Shkakton faul këj fundit. Armstead në lojë për herë të parë. Musab Mala du ullet për të pushuar, teksa edhe Hendon kthehet në lojë. Umi pik tek Rugova. Ka faul nga Arti Ajdari, ngrit dorën. Shtenimës meq aty me Fisnik Rugovën. Mjaft mirë, po kombinohen me ardhjen e fundit Fisnik Rugova, si dhe Julian Roche. Ejupi. Dobin të Rugova, edhe njerë Visare Ejupi 4 sekonda. Do gjuan Visare Ejupi realizon për 3 pikë. Pikë të para. Edhe të Ejupit për 17-16. Hendon në anën tjetër shkon deri në fund, nuk ka arriti të realizon. Teksa shohim Wikis e bllokon Greenin në tentim. Mbrojtje e mirë edhe pse u kërkua faul, nuk qëllan Rugova, teksa ka shkaktuar faul Wikis. Realizon Arti Ajdari nga vija i gjuajtjes së lirë. Wikis deri në fund nuk qëlloj. Isen shpejt në kundërsolm Pejanët realizon Green për 20-16. Kur kemi hyrë tashmë në minutën e fundit, më sakt 35 sekunda janë deri në përfundim të çerekut të parë. Wikis, Green kthan topin tek Visare Ejupi, i cili nuk arriti të pranon në mirë pasimin. Do t'ullet pushon paksa Jordan Johnson. Në lojë është Dequan Morris.
I ka i top nga duart Armsteadit në këtë aksion të fundit të verdhëzinjeve, teksa në anën tjetër Pullian do të shkon deri në fund, nuk arriti të realizojnë gjithsesi, përfundon çereku i parë 20-16, lojë niveluar realisht në këto minutat e para. Ravicin plotësisht në lojë po e mban ardhja e fundit Julian Roshe që i ka realizuar 10 pikë nga 16 sa i ka në total ekipi. Nërsa në anën tjetër tek Peja, më i miri në 10 minutat e para ishte Jordan Johnson me 9 pikë të realizuara për pak. Kthehemi me çerekun e dytë. Ajden qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin ti këtu, ngam ti bu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam ti bu. Banka Procredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi me çerekun e dytë, pra 20-16 pas 10 minutave të para, lojë ngushtë në Karagaq. Ndeshja e parë e ditës së sot me kjo. Këtë gjiro do ta përmbyll duelin ndërmjet vllaznimit dhe Borës. Nga ora 19. Rugova gjuan për 3, realizon Fisnik Rugova. 20-19. Armstead. Për të përgjigjur nuk arrit të realizon, por Dequan Morris është aty për ta përmirësuar për 22-19. Pullian. Ka faul nga Herndon. Personalja e dytë e gigantit të Pejës. Herndon. Umibik të Ejupi. Ejupi ka një treshe të realizuar, kësaj radhe nuk ishte i sakt. Hajdari ka presionin e visar Ejupit. Herndon tek Morris, bukur e sheh në korner, Arti Hajdarin që gjuan për 3 pikë, realizon Arti Hajdari për 25-19. Ejupi. Rugova. Snek Rugova. Pasimi i gabuar i ti. Jedhin topin Pejanët. Nuk shkoj alle Ejupi që e planifikoj Hajdari. Gjithsesi vazhdon sulmi i skuadrës Pejës. Morris tek Green. Green. Deri në fund Green. Realizon. Vazhdojnë seria e skuadrës Pejës. E i 7-2.
në start të çerekut të dytë. 6-2 ishte seria në çerekun e parë. Derisa ky njeri që realizoi edhe kësaj radhe filloi të qëllonte. Roshe 6-6 është nga loja, 12 pikë të tij. Performancë me të vërtet fantastike. Deri në këto momente e ardhjes së fundit të skuadrës së Ravecit, shohim faullin në Arti Hajdari do t'jetë në vijën e quajtjes së lidh. Ejupi ullet, Elliot Peci në loj. Hajdari qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë. Një 28 me 21. Edhe njeri saktë është Arti Hajdari. Plus 8 e vërsin e Peos, si ja më e thellë është. Sonte prej 8 pikëve, nuk ka realizim. As kësaj radhe vjen kundër sulmi, bukur ai top tek Hajdari. Faull i Pecit. Nuk e lejon vazhdimin e sulmit që po shkonte mjaft mirë për Bejanët. Jones në loj. Pullin do t'ullet. Arnstead të Green. Deri në fund Green. Nuk është i sakë një herë, ndonë. Si e mera top. Hajdari gjende depërtimin, shkon deri në fund. Duket në disponim mjaft të mirë për lojë sonte Arti Hajdari, që e qëllon pikën e tij të 8. Gret nga banka rezervë për të realizuar 8 pikë Arti Hajdari. Shohim edhe një lëvizjen dhe depërtimin e tij. Tashmë krijohet edhe përsia e parë dy shifrore prej 31-21. Kanë kaluar 3 minutat e para të çerekut të dytë. Umi pik. Roshe. Bukur e kthena top tek Peci. Rugova për 3 pikë. Nuk shënon. E as Julian Roshe nuk arriti të qëllon, po lufton gjithsesi për atë top. Do t'jetë top i disputueshëm. Kthehet në lojë tek Pea. Dardan Berisha, ullet Arti Hajdari. Qa është 35 deri në përfundim të pjesës së parë. E vërsi prej 10 pikëve e Peos. Armstead tek Morris. Edhe njerë Armstead. Ka faull nga Jones. Nërsa shohim Bujar Locin. Në gjas nuk u pajtua me faullin e fundit Berisha rikthen topin në lojë tek Herndon. Johnson. Jordan Johnson.
Pasimi gabuar I tij, topi humbur. Në sulm Umipik. Gjuan Aizia Umipik realizon. Ishte vetëm tentimi I tij dytë sonte. Nga kosha shënuesi më I mirë deri më tani tek Rahoveci. Në anën tjetër Dardan Berisha nuk qëllon në depërtim. Umipik. Jones bukur tek Roshe. Pa faul nga Herndon. Nëse nuk gaboj do t'jetë e treta kjo, do t'ullet Herndon. Edwards kthehet në lojë. Dy të lira për Julian Roshe. Që pa pra 12 pike 4 kërcime. E qëllon tentimin e parë. Për pikën e 13 të tij. Lojtar mjaft kualitativ nga ajo se çka pam deri më tash. Nuk qëllon në dytën, por është aty Fisnik Rugova që e merr. Tentoi ta përmirësoj, nuk arriti. Topi do të vazhdon t'i takon Rahovecit. Umipik. Rugova. Peci Gjuan për 3. Nuk është I sakt Jones. Edhe njëre merr topin, por nuk arriti të e mban brenda vijave. Mbetet 31-25. Do të kemi zëvendësim Wikis në lojë. E ullët Roshe. Që I ka tashmë 13 pikë në 11 minuta lojë. Jordan Johnson. Jordan Johnson. Por topi me 6 do t'jetë anash. Faulli ishte para se ta lëshonte topin. Do të kemi time out të kërkuar nga Bujar Loci. 31-25 në ndjekje të rezultatit të skuadra e Rahovecit. Pasi Peja e pam e pati edhe shkëputjen prej 10 pikëve, gjithsesi shkrihet e vërsia e vendase. I kthehemi pas këtij time outi. Pra 5 minuta lojë deri në përfundim të pjesës së parë, 31-25. Time-outin e kërkoi Bujar Loci, do të shohim a do të arrijë Rahoveci edhe më tepër të shkrihen e vërsin. Vjen sulmi deri në fund. Edwards.
qëllon për 33-25. Pici. Shaj në korner Jones. Shkon deri në fund, Jones realizon. Armstead shpejt niset në sulm. Malcolm Armstead nuk është i sakt në këtë dëbërtim. Në anën tjetër Rugova. Deri në fund, Fisnik, Rugova realizon 33-29 afrohet Ravici në 4. Mbe njëherë time-out i kërkuar nga trajneri Greg Gibson për të ndalur momentumin e mirë të mysafirëve. Pati pra peja e përsim prej 10 pikve. Tashmë është vetëm +4. Themi pas time-outit. Tashmë po e shohim presionin në mbrojtje nga mysafirët. Elliot Pesi që po e ndjek Jordan Johnsonin në çdo hap. Ardan Berisha gjuan vetë nga gjysmë distanca, realizon pika e 5 e kapitenit për 35-29. Umi Pig. Pici. Gjithë të shkon vetë deri në fund, nuk ka riti të realizon Edwards me i larti në kërcim. Mala nuk shkon pasimi, por Jordan Johnson është aty. Edwards, Berisha. Ardan Berisha e kthente Jordan Johnson. U kryua hapësira aty për Jordan Johnson, asistent Ardan Berisha, 37-29. Jones tek Rugova. Snik Rugova. Kësa radhe shkon vetë deri në fund. Është i sakt 9 pikë të Rugovës. Berisha. Edwards. Dalet në gjysmë distancë. Edwards nuk arrin Green të përmirëson as Mala. Luftohet për atë. Umi Pig ka luajtur i fundit. Nervozohet Bujar Loci. Kërkoj hapa. Gabim në hapa pra paraprakisht. Hapa të njëse tek Edwards. Green. Edwards. Gjuan për 3. Edwards realizon 40-31. Janë një tjetër shkëputje e vendasve. Umi Pig tek Rugova. Peci tek Jones. Umi Pig gjuan për 3 pik. Aizia Umi Pig e qëllon të rishën e ti të dytë nga 3 tentime.
Jordan Johnson në anën tjetër, bukur dhe përtërën këthen topin tek Edwards. Edhe njerë Jordan Johnson, vizje bukur, Juan realizon. Pas lëvizjes mashtruese, ai Wikis 42-30-4. Do të kemi zëvendësim tek Rahoveci te Julian Roche në loj. Shojmë edhe njëherë lëvizjen mashtruese të Jordan Johnson. Umi pik. Korner tek Peci, Juan. Nuk ka pik. Jones me i larti në kërcim. Të këshohet e këthen topin tek Eliot. Peci që blokohet nga Green. Jordan Johnson tek Edwards. Me një asistim të bukur prapa shpine. Realizon Edwards për të rikthyer Eversin prej 10 pikëve, 24-34, topi humbur tani edhe nga Eliot Peci në kundërsol. Musab Mala 46-34. Tashmë kemi hyrë në minutën e fundit të pjesës së parë. Krijohet edhe Epërsia më e thellë sonte. 12 pikëve, Musab Mala shkakton faull. Shojmë edhe njerë asistimin e bukur të Jordan Johnson. Nuk ja qoj huq Edwards. Ardi Hajdari kthehet, Musab Mala ullet për pushuar. Deri në fund, Umi Pik nuk arriti të realizon, topi gjithsesi vazhdon të jetë në brëndësinë e skuadrës së Rahovecit. Peci tek Risha, Umi Pik. Undalja e quajtje nga Dardan Berisha, nisën në kundërsol. Asistim perfekt, gulitje fenomenale e Green. Me një dorë. Fantastik ishte Green, teksa shojmë të reshe në anën tjetër nga Eliot Peci për të mbyllur qerekun e parë. Çuditet edhe Hajdari me atë reshe, shojmë edhe njerë. Super gulitjen e Green, ndërsa kjo ishte treshja që erdhi në fund nga Eliot Peci. Tashmë Pea shkon në pushim me Eversi të konsiderueshme, 48-37, një qerek i dyti kontrolluar më mirë nga pejanët, të cilët po udhiqen nga Jordan Johnson, 13 pikë të ti, ndërsa 9 pikë ardhën nga Edwards e Ardi Hajdari shtoi 8 tjera e 8 pikë i ka edhe Green. Në anën tjetër tek Rahoveci, Julian Roche me 13 pikë është më i dalluari teksa 9 pikë tjera i ka shtuar Fisnik Rugova. Shkojmë me pak marketing të ndëruar shikues për të rikthyer me pjesën e dytë.